Kur lexoni në lajme që jemi një nga vendet më të korruptuara në Europë, edhe në botë, çfarë ju thot kjo? Asgjë. Sepse shifrat nuk na rëndisin më. Ndoshta është faji ynë, ndoshta është zgjuarësia e atyre që përpunojnë opinionin publik. Por korrupsioni është bërë si gripi. Ne e dim që ka rënë grip, po vetëm kaq. Po shpëtuam mirë, po na kapi, do sajohem. Edhe kështu e kemi kthyer në normale, në simptom shoqërore. Sot fëmijës tim, unë nuk duhet i mësoj si të mos vjedh. Unë duhet i mësoj si të mos kapet. Edhe ky është mutacioni moral më i frikshëm që mund t'i ndodhë një kombi. Sepse kjo s'është më thjesht korrupsion. Kjo është dorëzim. Është një shoqëri që nuk e lufton, po e konsideron normale. Si kafen e mëngjesit, si byrekun e drekës, ashtu dhe korrupsionin e ditës. Edhe e pranon. E pranon si kohën, si gripin, si diçka që se ndryshon dot. Por ka një gjë. Korrupsioni ka emër, ka fytyrë, ka adresë. Mediat i kanë denoncuar, ne te Piranjat i kemi denoncuar, Spaku i ka deklaruar, i ka prangosur, i ka në netim ose në kërkim. Atëherë, pse flitet prap në përgjithësi? Ha? Pse të korruptuarit flasin për korrupsionin më shumë se sa ne? Pse kur dikush vjedh në supermarket, del me emër, me mbiemër, me video, po kur dikush vjedh shtetin, na dalin edhe me deklarata që fillojnë me duhet të luftojmë fenomenin e korrupsionin. Cilin fenomen më? Jo. Ky fenomen ka fytyrë, ka emër, është njeri konkret. Dhe ka një vijë shumë të hollë që ndan të mirën nga e keqja. Është një tjetër akoma më e hollë që ndan të keqen nga indiferenca. E nëse se dallojmë më, do me thënë që e kemi kaluar vijën. E nëse s'na bën më përshtypje, do me thënë që jemi bërë pjesë e saj. E unë nuk po them të dalim protesta apo të dilin për fushata me gishta ngritur, sepse sistemi që ushqehet nga korrupsioni nuk do ju lerë as të dilin në lajme. Po herën tjetër që do shkosh do votosh, prit 30 sekonda. Po, vetëm 30 sekonda. Dhe në ato 30 sekonda, kujto fytyrat e korrupsionit. Jo shifrat, jo fjalët, fytyrat, emrat. Sepse korrupsioni ka emër.